Situata në lindje të Ukrainës është tensionuar ndjeshëm parë si forcat toksore të Rusisë kanë hyrë në qytetin strategjik të Potrovskut, që një nga pikat më të rëndësishme logjistike të rajonit të Donetskut. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi gjatë fjalimit të tij të përnaçëm se trupat rus kanë arritur të deportojnë në disa zona të qytetit, duke përshkruar gjendjen në terren si të vështirë dhe me luftime të ashpra. Aty pranë Pokrovskut, rusët kanë përshëndruar forcat e tyre kryesore sulmuese, një numër i konsiderueshëm i trupave armike, deklaroi Zelensky, duke shtuar se përleshjet janë përqendruar veçanërisht në komunitetin fshinj Mirnorad, ku Rusia po përpiqet të avancojë prej disa muajsh. Kemi përballje të forta të qytetit rreth tij me grupe vëzhguese dhe sabotuese të armikut që qëndrojnë brenda zonave urbane, shtoi ai. Megjithatë, Zelensky siguroi se forcat ukrainase po mbajnë vijat kryesore të mbrojtjes, ndërsa po shkaktojnë humbje të konsiderueshme në radhët të ushtrisë ruse. Ne duhet të vazhdojmë të shkatërrojmë pushtuesit dhe të shkaktojmë humbje maksimale. Planet e Rusisë në fushatën e tij sulmuese janë shkatruar gjatë 10 muajve të fundit, pa lëguzimit të luftarëve tanë, theksoi presidenti i Ukrainës. Pokrovsku, një qytet me rreth 7000 banor, ka rëndësi strategjike për shkak të rrugëve dhe linjës sekurudore që e lidh me qendrat kryesore të lindjes së Ukrainës. Për këtë arsye, qyteti ka qenë prej muajsh objektivi i sulmeve të përsëritura nga Moska. Në fillim të tetorit, presidenti rus Vladimir Putin kishte pretenduar se trupat e tij kishin hyrë në qytet, por autoritetet ukrainase i kishin mohuar këtë deklaratë, duke theksuar se forcat e Kremlinit po përballen me humbje të mëdha. Të dielën, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës konfirmoi se njësi të kombësorisë ruse rreth 200 ushtarë kishin arritur të shmangnin disa nga vijat mbrojtëse dhe të pozicionoheshin brenda qytetit. Forcat ukrainase janë aktualisht në kundërsulm për të rimarrë zonat e humbura dhe për të penguar avancimin e mëtejshëm rus drejt pjesës jugore të rajonit të Donetskut.